Është ora 6:20 e mëngjesit, është e diel dhe unë po ikim në Itali. Sot dashuria tezës Arbëri mbush 10 muaj, unë ka ditën që ai mbushi 6 muaj dhe unë sot po rikthehem. Ja kam bajtur sekret këtë. Jam nisur nga shtëpia që në orën 1:30. Pasi mbarova punën, bëra një dush edhe nuk kam tjetër. Tjeta makinë, por nuk është një të gjë. Nuk fjeta shumë, sepse aeroporti nga ne është që larg, kështu që në dush një 3 orë të vinë, 2 orë gjysmë 3 orë. Por jam shumë e vogël, është full. Është plot edhe unë nisem pas një ore. Nuk të vetë kërë parë. Nuk ja gjunova më nga udhtimi shkërështë shumë mirë. Pranë kisha një vajzë shqiptare me fëmijën e saj dhe e kalova shumë ishë që zotit. Ishte së gjë okej. Erdha këtu. Ja, personi pari që ta përveç babi që erdhe më mori. Isha dhe shtëpia Gjulis, takova Arbën me Julian. Dhe pastaj më mblodhëm gjithë për drek. Dhe normalisht që mund ta mendoni, nuk e se kisha kohë të rria në telefon të bëja vlogë. Edhe kaluam shumë mirë. Unë po thoj se tërkos me Arbërin, ma janë kra, lozja. Qeni drejtën, kështë nga parë video në Instagram, nuk e dhe keni kuptu. Në momentin e parë që më pa, nuk donte, nuk më afrua. Edhe po i those kunati që e kisën kra, shtizja. Edhe po i those Julia, shtizja mama. Edhe nuk po më afrohe. I qëkon të babi tim, vajtja babi im, pastaj i fola, i bëja zhurmën që, dhe më thënë, i fola si i flasë do më gjesë në telefon, kur flasëm në video call, edhe ati pastaj filloj të gjeste. I bëja, ti në gjikë, përse si flasë, fiksi që bëjnë telefon zë më gjesë, edhe filloj të gjeste, dhe pastaj ndenjë, tërkohës, edhe tani, në bazë dreke, pushova pak, sepse s'kisha fjetë tërë natën, edhe pushova pak, në kështë gjyre vajtje në shtëpi. Pastaj bëra gati dhe dola me Julian Arbën për akullore, e mbajta unë normalisht, lazëm i të shikër e të pëqak, edhe përfitova të bëj një gjiro dhe rreth qytetës vogël ku kam posjetuar. Thjesht duke ecë, pa gjuar muzik, pasi gjë, thjesht duke ecë, duke parë, dhe promotion. E ditë do thoni, o gjën, 4 muaj, nuk janë 4 vite. Thjesht unë kam kalu më shumë se 20 vite tjetës tu edhe normalisht njeri u lidhet me vënde, me çdo vend ka një kujtim, çdo gjë, kështu që kam ardhur në momentin e rioneve, festave, kështu që është gjë bukur, është emocion i bukur, më qeo. Kishte marrë malli. Asa harrova, me nuk më është afruar. Nuk e di pse, ngella duke fol e thras. Dhe nuk më afrohet, për kundër e zishtë larë bukur. Dole që parë zakonisht me i më vinë të mbrapa. Dhe thasë se do më vinë të mbrapa, i fola, nuk më erdi mbrapa. Më dhambi pak. Mirë mëngjesi. Ishtë ora 8:30 mëngjesit. Dhe unë po i këtë marrë Julian që të ha mëngjes bashkë të që nga fëtot. Që nga fëtot. Jam e sigur, që edhe që pastë, kështu që jam e sigur që pak më vëndë në mbrojt, për tani është tatë. Ndërsa edhe për pyetje që kam marrë në Instagram përsa i përket situatës me mail. Jo, dje të ditën nuk më shafru dhe ndarë, se do bëja video kur takoheshim, do ta kapja në qafë, iku. E u sheva, por për të prapë në rrinë të lartë. Të vështis djeli ti më dashuri. E provojmë prapë për mail. Voilà, biri. Po thoja që është vlog për YouTube, po mësa do të thoj që ka vlog për YouTube. Që nga djellë, po që nga freskë, që nga ftohtë, o gjendë do... Ne jam duke sikur gjeni e këto 4 muaj ka harru komplet si të mbaj një fëmijë të vogël. Duke sikur do bjerë, por gjithsesi. Arbëri sot më misu, shqyr zotit. Vajti vonë për mëngjes, më kështu që lëvizim i çik, s'kam vënë as me kapa si gjë, kështu që ndjes. Gjendin time. Ta mora Larsin. U rriç drita. Rriç birit, kam sjellur me ka. Po e bezdis diellire. Pastaj do bëj një haul me gjërat që ka sjell Gjeni, por ndërkohë t'ju bëj një sneak peek të asaj që ka sjell, se ja ka marrë sot me vete Arbër që i ka futur gjërat që ka marrë me vete. Atë çantën aty. Të çantën këtu. Ta nana biri do në pravda nana. Ja, prit, s'dallon. Se do bëj një haul pastaj. Është fantastike, i kam futur gjërat që do i marr Arbër këtu. Tu dua ti gjati.
Ikem. Hajde ikem. Bërë më ndësira. Shkëm ta mëgjes e mami. Mami shpirë dhe Ronaldo që po preç, që i morëm më ndësira. Se do ham atje, do përgjeni tani për mërë dhe bukur në bashkë me Arbin. Hajde mi. Hajde tu. Hajde. Vedem shofroz me ushim. Hajde mi. Hajde. Hajde pipi fokë. Hajde në qikë. Si më ka harru kjo mume, ka të mume. Po matë si kuj që i kom shijet që kisha fri nga unë. Sa afroj sa unë largohet. Goqa. O, bo, ma ran tapet. Hajde tu me. Tu bibi fukër. Tu me. Tu me. Kemi dalë të ecim. Macja jo është macja më për tacën botë. Hajde. Mej! Hajde. është këtë gjaftë të një drejten, por më kishte më madhe për këtë shqiptit. Me Ronin për mejin, e macja jo në më për tacën botë. Që Ronaldo duhet në lëpë 5 sekonda për të marrë, se me mu në sulmon. Duhet të kap me ushqim. Si që të goha më parë që të vitonë. Një mëngjes, dhe më thënë, unë kam një 3 orë që jam zhuar, është orë 9:30, po pres Vigjeni, Arbër është në gjumë, por do ha mëngjes, sepse deri tani mora vetëm me Arbërin, edhe s'kam ngërë mëngjes, do përfitoj i bëra këto pankeke të Arbërit, boronica, banane, vezë, miell sheqer edhe ajo gjë e kuqe, ajo fruti kuq, mjetër, nuk e di si është, ndjes. Me pak peanut butter, gjalp kikiriku. Dhe ja pa Arbrit më vonë, por thashtë i haj 1-2 vetë, sepse një, e sigur që ai të copë nuk të i haj. 2, s'kam qef të gatuaj diçka tjetër për vete. Plus, kur marra dafteri, sepse shqyqyr zotit. Gjatë verës nuk është se kam shumë qef t'i ha, po tani që u fërskua koha, kam qef t'i ha. Edhe ju lutëm zgjidhni gjithmonë ato, jo ato me gjullë, sepse ato janë nga e dini ju, që nuk kemi pse të merrem me atë pjesë, përdorim këto algjerianet, tunizinet, çfarë do të thoni ju, ato që janë fiks nga pali. Ha? Por jo ato të e dini ju. Mbështesim ato të duhurit. Kaq, do ha, do pres gjeni, do pi kafen, do pres gjeni, se gjeni duke ardhur dhe do përfitoj që gjeni këtu kam për 1-2 video për të testuar, një për Instagramin, një për YouTubein, do vë disa rroba në vend, që i kam palosur, por s'kam pas kohë të vë në vend, që i do vë në vend, edhe hiç. Deri tani, ky është plani. Do ha tani. Besoj se e njihni këtë pasqyrën, e njihni këtë vend, po jam të shtëpia prindërve. Më përgati tani do ikit e Gjulia. Qurë kam ardhur, nuk kam bërë make-up. Tani kam në thjesht për korektorin këtu, të kjo zona këtu. Edhe si që keni vërre, nuk kam bërë ndonjë gjë të jashtëzakonshme, nuk kam dalë, thjesht kam shijuar momentet me familjen time, djetër ditën me mami, me Gjulia, me Ronaldo, bramjeve me prindërit e mi. Thjesht relax, reset. Një nga gjërat që kam vënë re është që mami ka ndryshuar disa gjëra të arredimi, normalisht mendimin e Xhulës, të dyja bashkë kanë ndryshuar shumë gjëra. Por, çfarë kam vënë re është që gjërat e mia nuk i ka lëvizur nga vendi. Unë gjërat që kam lënë i kam po aty ku i kam lënë disa kremra, disa gjëra të mia, gjëra më të vogla që ti mund në ndosh që nuk janë më, janë po akoma aty. Dhe nuk e di si më bëri të ndjehem. Shtëpia prindërve do jetë gjithmonë, nuk e di, një vend i sigurt, do jetë gjithmonë streha jon. Nuk e di. Ishte një ndjesi shumë e bukur që të bën kështu të thosh, prindërit janë gjithmonë prindër. Kudo të ikësh ti, sa herë që vjen në shtëpi, do jesh goca e vogël. Edhe realisht e shoh nga mënyra si sillen. Mendova se e bëni thjesht me Xhulin sepse u largua më shpejt dhe ishte e para, por jo, thjesht 4 muaj unë, 32 vjeç e njëri, edhe prapë se më trajtojnë si kur jam e vogël, që do të gatuj mami,
ku do të shkoj, që do të bësh, rri, mos lëviz, nuk murdëron. Mami dhe babi, të dy. Edhe, nuk e di, edhe Ronaldo është një ndisi e bukur. Është ndisi shumë e bukur. Ne këtu ishim te biblioteka. Gjeni ka arbrin, sepse nuk e dhe më karrocën. Kështu që më marrëm 2 libra. Edhe tani po ikim në shtëpi. Është me vërtet ka dalë një diell, kur është diell domethënë. Po shofi shkollën time. Interesante. Dhe nxënësit që më shohin. Po thoja. Kur bie dielli është një vallë që kënaqesh, praktikisht e ka arbrin të lirë aty te biblioteka, u kënaq. Ku të thanë ndej te biblioteka, u kënaq. Jej. Po ditë shuja super blej, është me vërtet bukur. Dielli në dimër. Në vjesh në këtë rast. Përshëndetje, sot është mërkur dhe është dita ime e tretë, pse qesh ashtu, se qesh me Ronaldo. Kërkoj edhe më të mi. Edhe unë sot dola që në mëngjes me shoqen time të ngushtë. Isha unë dhe ajo, pastaj më vonë nga ora 9 erdhi dhe Gjulia me arbrin, hamrëm mëngjes, bëm një gjë vërtall, marrova disa punë që kisha për të bërë këtu në qytet. Për shembull nuk e di nëse keni speed këtu në Itali, duhet ta agjonoja pak të dhënat, sepse më ka skaduar, kam dhënë numrin e telefonit. Speedi, kush nuk është që jeton në Itali, është si punë e jellbejnes. Edhe kështu që u mora një çik me atë punë. Ishte shumë sa lezet shumë që isha me Gjulien dhe shoqen time të ngushtë, shoqen tonë ngushtë, si shumë bukur. Ne nuk kemi tip që shkojmë vazhdimisht ose konda aty në telefon. Ne rrim, mund të takohemi, për shembull edhe kur ishim këtu, takoheshim një herë në muaj, edhe flasim, nuk është se flasim vazhdimisht, por kur takohemi edhe kur flasim, është sikur jemi takuar një ditë më para, sikur asnjë gjë s'ka ndryshuar, edhe është në ato lloj shoqërisë që sa vjen më shumë kalon koha, më shumë konsolidohet, më shumë bëhet e fortë, edhe bisedat bëhen akoma më të thella, më të shumë. Është një bekim që kemi, realisht, edhe ma diçka e mirë doli aty, Gjulia na dha idenë, tha, do vi takoj, tha, ajo punon si mësuese, do vi takoj, tha, sapo të kem pak një fundjavë të zgjatur pushim. Dhe Gjulia ka pse nuk shkoni në Londër, se dhe gjeni duhet shohi Londrën akoma, edhe vend që të vija ajo atje ku jam unë, se është që larg nga Londra, nga aeroporti, kështu që mezi po pres të organizoj edhe një udhtim me atë. Tani unë jam këtu te Gjulia, do bëj Gjulia një çik punë të shtëpisë, ta ndihmoj dhe unë, edhe pastaj do ikim tek shtëpia për një orë. Gjulia do rri atje sonte. Edhe kështu po mbyll pjesën e parë të këtij vlogu, ditët të tjera në vazhdim, vlogu në vazhdim, sepse kam disa plane, shohim inshallah po realizoj, faleminderit që na ndiqni, në pjesën e dytë.